E pas konstituimit të kuvendit dhe zgjedhjes së qeverisë më brëm, tash jemi në hapin e tretë, votimi i buxhetit 2026 dhe marrëveshjeve ndërkombëtare. Por sa të përfundohen këto, jam i gatshëm që nga nesër të fillojmë kontaktet dhe diskutimet me subjekte tjera politike për çështjen e presidentit. Si kabinet qeveritar, do të shihemi shumë shpejt në mbledhjet e radhës, në mbledhjet e rregullta të qeverisë sonë, ku do të përmbushim një nga zotimet tona, duke filluar me 5 vendimet e para për të cilët jemi zotuar para qytetarëve tonë, e vendimin për to e nisim pikërisht edhe me këtë mbledhjen e sotme. Pa humbur kohë, pra as një minutë, le të vazhdojmë me pikat e rendit të ditës,